E rënë në Ksamil, vritet 20 vjeçari francez, autori shpallet në kërkim. Në orë të parë të mëngjesit të sotëm, 18 gusht, një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Ksamil, ku një njeri francez, rreth 20 vjeç, është vrarë me thik. Sipas policisë, njeriu me inicialet MM është gjetur pa shenja jete në shezllongët e një plazhi pranë një lokali. Uniformat blu të Sarandës dyshojnë se 20 vjeçari është përfshirë në një konflikt për motive të dobta dhe më pas është goditur me thik nga shtetasi SV, 29 vjeç, banues në Has. Pas ngjarjes, autori dyshuar është larguar nga vendi i ngjarjes. Shërbimet e policisë kanë nisur kontrollet për lokalizimin dhe kapjen e tij. Ndërkohë, vijon puna për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Ksamil, informacion para prak. Rreth orës 5:15 në shezllongët e plazhit pranë një lokali në Ksamil është gjetur pa shenja jete shtetasi francez MM, rreth 20 vjeç, i cili dyshohet se është goditur me mjet prerës thik. Nga veprimet paraprake dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobta, 20 vjeçari është goditur me mjet prerës nga shtetasi SV, 29 vjeç, banues në Has, i cili është larguar menjëherë pas ngjarjes. Shërbimet e policisë vijnë kontrollet për lokalizimin dhe kapjen e autorit të dyshuar. Ndërkohë, grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe në drejtimin e prokurorisë po vijon punën për zbardhjen e rrethanave dhe dokumentimin e plot ligjor të kësaj ngjarje të rëndë. Por kush është i riu nga Hasi, 29 vjeçari i dënuar 2 herë në Angli? 29 vjeçari Sokrat Vata shpallur në kërkim si autori dyshuar i vrasjes me thik të një 20 vjeçari francez në Ksamil. Viktima francez Miguel Mendes u gjeti pa jetë në shezllongët e një plazhi rreth orës 5:15 të mëngjesit, ndërsa dyshohet se është goditur me thik pas një konflikti për motive të dobta. Sipas bluve, 29 vjeçari pas krimit u largua nga vendi i ngjarjes. Ndërkohë mësohet se autori dyshuar rezulton të ketë një të shkuar penale në Britaninë e Madhe. Sipas raportimit të BBC-s, të bërë në vitin 2024, ai është dënuar me 5 vite burg nga gjykata e kurorës së Cambridge, pasi pranoi fajsin për një sër veprash penale që lidhen me trafikun e drogës dhe drejtimin e rrezikshëm të automjeteve. Në atë kohë 27 vjeçari ishte i përfshirë në 2 ndjekje të veçanta policore në Cambridge dhe Kent. Në 13 prill 2024, në autostradën A20, ai nuk ju bindur drejt të policisë për të ndaluar. Gjatë ndjekjes, automjeti që drejtonte u përmbys. Brenda tij policia gjeti qese me kokainë dhe targa automjetesh. Në 30 prill, Vata u përfshi në një tjetër ndjekje policore në Cambridge, ndërsa po drejtonte një automjet të vjedhur. Sipas raportimit BBC, ai braktisi makinën dhe u largua në këmbë, ndërsa gjatë ratisjes hodhi në një shkure një pako me kokainë. Policia britanike gjeti më pas të fshehur në oborin e pasëm të një banese në Cambridge. Në xhepat e tij u gjetën 560 pound cash, ndërsa në automjet u sekuestruan dhe targa të tjera. Testet treguan gjithashtu se ai kishte drejtuar automjetin nën efektin e drogës. Në 25 shtator 2024, gjykata e kurorës së Cambridge e dënoi me 5 vite burg. Vata kishte pranuar fajsin për 2 akuza për posedim drogash të klasës A me qëllim shpërndarjen, 2 akuza për drejtim të rrezikshëm automjeti, posedim kanabisi dhe drejtim automjeti nën efektin e drogës.